Ish-deputeti antari i lëvizjes vetëvendosje Armend Muja i quajti propagandë të ndytë të opozitës akuzat për blerje të energjisë nga EFT-ja e Vukhamovicit më 28 nëntor. Ai paraqiti diagramet dhe theksoi se në 3-4 vjetët e fundit importi i energjisë elektrike dominohet nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Danimarka, teksa shtoi se blerjet nga Serbia janë të papërfillshme, ndërsa akuzoi PDK-n dhe LDK-n për lidhjen e kontratave me kompani serbe që nga koha e shpalljes së pavarësisë. Akuzave dhe propagandës opozitare që ne gjykojmë është për të mbuluar krimin qoftë përgjegjësinë e tyre të drejtë për drejtë në këto kontrata, po ashtu edhe për të mbuluar fajin politik për dëmin që ja kanë bërë qytetarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës për shkak të një politike të gabuar të energjisë elektrike që nga viti 2006 e posaçërisht në vitin 2008. Ish-deputeti tha se Noan nuk e solli vetëvendosja dhe mohoi lidhjet e partisë me këtë kompani, duke treguar një kontratë nga viti 2018. Asnjë zyrtar i lëvizjes vetëvendosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energy. Në fakt, unë i pash kontratën se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energy. Ai paraqiti kontrata me kompani serbe që nga viti 2008, ku përmenden ish-drejtues ndërmarrjesh të afërt me PDK-n dhe LDK-n. Teksa kërkoi transparencë nga Kesko dhe Keds, ai mbështeti një hetim të iniciuar nga ZRE-ja për, siç tha, keqpërdorimin e kapaciteteve interkonektive nga këto kompani. Sidoqoftë, Muja nuk qenë në gjendje të përgjigjet sepse nuk ka shtim të ndjeshëm të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike në 5 vjet të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje.